Mirëmëngjes nga një ditë vjeshte. Sot kemi një ditë shumë të bukur dhe unë mendova pse mos të hap vlogun sot edhe të xhirojmë. Kam menduar që sot ta kalojmë ditën bashkë, tamam si një ditë vjeshte. Edhe pse tani paraditën e kemi me diell, mbas ditën e ka dhënë me shi dhe me zi e pres. Por, unë do ta shfrytëzoj këtë ditë, përpara se të filloj shiu, kam menduar që të bëhem gati edhe të dal nga liçeni për një ecje. Do jam vetëm, do të bëj një terapi për mendjen time, edhe të bëj një ecje në natyrë. Besoj se do ketë goxha njerëz ande sepse e diel sot edhe besoj kanë dalë njerëzit. Unë hëngra mëngjesin tim, xhirova dhe një reels, sepse kam filluar një seri reelsash në Instagram ku tregoj se çfarë ha unë për mëngjes. Dhe sot pash një ide dhe e përgatita. Mëngjesi që unë përgatita sot ishte që baza të ishte gjizë, edhe më pas nga sipër vendosa një ves, spinaq, edhe sallamin mortadela, dhe nga ato pitet me mielin integral, që unë kam menduar të përgatis sot nga ato lloj pitet, sepse janë shumë të mira dhe ku ka më mirë se sa t'i përgatisim vetë në shtëpi. Tani unë jam duke xhiruar me telefonin dhe njërë shikoj këte, sepse jam mësuar me kamerën që e kam në mes atë pikën e kuqe ku duhet të shikojmë, por e kam vënë në karikim. Kështu që do xhirojmë me telefon. Hëngra mëngjesin, do përgatis edhe një kafe. Në fakt kam qef që kafen ta marr me vete. Nuk e di nëse kam nga ato gotat që janë për kafe që mund ta marr me vete, s'jam e sigurt sepse mbaj mend që e kam çuar në Finland. Nuk e di nëse kam tjetër këtu. Do marr kafe, do vishem sportive edhe do dal nga liçeni nga një orë e ca, që të bëj një ecje, t'i bie rreth e qark, të shikojmë se çfarë bëhet ande, mos gjejmë në një gjethe të bukur, edhe në një deg të lezetshme që ta pusim dhe ta dekorojmë këtu tek kuzhina. Kështu, kjo është planifikimi për ditën. Shpresoj që ju pëlqej kjo video dhe pse jo të më mbështesni me like, comment dhe subscribe. Tani po bëhem gati, në fakt do bëj kafe një herë, më pas do bëhemi gati dhe do ikim nga liçeni. Unë sa po kam dalë këtu tek liçeni, në fakt kam ardhur deri në gjysmë të rrugës, por isha duke folur në telefon dhe nuk kam arritur të xhiroj, por në kthim do bëjmë për çudi, nuk ka as njerëz, nuk e di pse, po mbase nga që e ka dhënë në ora 2 me shi, ora tani është 12 dhe xhiron e ditës e bërëm edhe tani sapo kam ardhur në shtëpi edhe do ju tregoj se çfarë mora rrugës. Tani unë nuk mund të rija me duar bosh, duke parë gjithë ato ngjyra të bukura të vjeshtës që kishin pushtuar liçenin e Farkës, edhe më pëlqyen shumë këto degët e pemëve të cilat kishin rënë poshtë, edhe janë plotësisht të thara dhe kanë këtë ngjyrë shumë të bukur. Tani unë mendoj t'i vendos në një vazo, edhe pse nuk është, besoj se do t'ju bëj gjë nëse unë i mbush me ujë, sepse këto të thata janë. I kam marrë edhe 2 të tjera, që mos t'i hedh poshtë tani dhe të bëj pis. Ja ku i kemi këtu, shikoni pak sa të bukura janë, edhe duken shumë bukur edhe kur bëj reelsa, edhe kur përgatisim receta të ndryshme, por sidomos duken bukur dhe në shtëpi. Kjo është gjëja e parë. Ndërsa tek baçja ime tek obori, kemi, siç ju kam treguar dhe më përpara, kemi trëndafila, ishin bërë këto 3 trëndafilat në ngjyrë roz.
Nuk e di kur është sezoni që bëhen trëndafilat që çelin, nuk e kam ide fare, mos është tani muaj tetor, nëntor, se kam ide. Mora këto 3 trëndafilat, do t'i vendosim në një vazë të vogël me ujë, ose mund t'i këto, do t'i vendos tek dhoma ime, te komedina e gjumit. Kurse, këto lule boret, sepse puta dhe lule bore, duke qenë se tani kanë filluar kanë marrë këtë ngjyrën. Shikoni? Ku duket? Ja, këtu. Kanë marrë këtë ngjyrën si në roz dhe duken shumë vjeshtore. Këputa 4 copë. Dhe këto t'i vendos në një vazo me ujë dhe do t'i vendosim tek tavolina e bukës. Aty do duken shumë bukur, duke qenë se duket pak bosh tavolina e bukës. Dhe këto, tani unë nuk do ndrohem sepse do përgatisim 3 receta. Si ditë e diel, ditë pushimi, unë pushime kam tër javën, po si ditë e diel pushimi, edhe tani u vrejnë koha dhe po bëhet gati për shi dhe unë vdes kur bie shi. Do përgatisim drekën, do përgatisim edhe 2 receta shtesë. Për drek kam menduar që të përgatis peshk. Kam bler peshkun që kur fillova dietën në fillim të muajit shtator, imagjinoni, kanë kaluar 1 muaj dhe unë se kisha përgatitur fare peshkun, kështu që do përgatisim peshkun, kam menduar që ta përgatis me pure patateje dhe peshkun ta vendosim në furrë. Do bëjmë disa muffins, do t'i bëjmë me çokoladën e zezë që i kemi, me banane dhe me tërshër. Do përgatisim dhe ato pitet me miellin integral, sepse i dua për gjatë javës edhe më pëlqejnë shumë kur i bëj ndonjëherë darkave ose mëngjeseve, siç përgatitëm sot atë piten e mbushur. Kështu që vazhdojmë nga puna, sepse na presin shumë gjëra për të gatuar dhe që të hanë shumë kohë. Peshku është gati, ndërkohë unë jam duke përzjer puren e patates, të cilën kam filluar dhe e bëj shumë të mirë. Në fakt që kur isha në Finland, që organizonim ato dreka darkat për miqt, fillova ta bëja shumë mirë, sidomos me atë trukun që pash në TikTok, që e kalon pataten e zirë tek ajo rreta që nxjerr qumshin, që kullon qumshin, duke qenë se unë nuk e kam një rjetë ashtu të madhe. Në fakt duket e kam. Po e kam, por nuk e bëra kësaj radhe dhe e shtypam atë shtypsen e për pure patateje dhe tani jam duke e përsjer. I hodha qumësht, i hodha erza si piper të si, pak krip, i hodha pak piper të kuj, sepse më pëlqen shumë piper i kuj, edhe pak armyshku. Tani në fund fare, para se ta heq, do t'i shtoj pak edhe parmigiano, sepse i jep shumë shije të mirë. Peshku është gati dhe kjo do jetë dreka ime për sot. Ndërkohë peshkut unë i shtova edhe pak kungulleshk, se nuk më vinte edhe emri tani. Dhe e kemi gati. Për 2-3 minuta është gati edhe pureja e patates. Puren e patates e përzje me një luk truri, jo me luk tjetër, në momentin që fillon edhe mpikset. Ndërkohë unë mbas drekës do filloj dhe me përgatitjen e muffins që ju thash, edhe të atyre piteve, po të ham drekën, të çlodhemi pak
dhe do merremi me 2 recetat e tjera. Ju tregoj pak profilin tim të Instagramit. Nuk e di nëse drita është mirë, edhe pse po më duket sikur nuk po bëhet fokus. Ja. Tani e kemi siç duhet dhe shikoni pak se sa ngjyra të bukura. Tani ku e kemi vjeshtën, e kemi nga këtu poshtë edhe lart. Gjitha këto postimet janë bërë këto kohët e fundit dhe shikoni pak se sa bukur ngjan. Dhe kam akoma të tjera për të edituar dhe do t'i postoj tek Instagrami im. Ky është profili im, për vajzat që nuk e din, dhe fotoja ime. Para se të përgatis banana breadin, kam bërë këtu gati të gjithë përbërësit që më duhen për ato pitet që janë me miell integral. Tani kam marrë peshoren, sepse unë pa peshore nuk pitet asnjë gjë, dhe na duhet një tas i thellë dhe gjithashtu. Ky është mielli që mëra herën e kaluar tek Pro Natura, është integral, është hera e parë që do e përdor, nuk kam bërë asnjë lloj recete me këtë lloj mielli, dhe do e shikojmë se si do jetë dhe se si do të na dalë. Për këtë recet na duhen 250 gram miell. Tani do peshojmë 250 gram miell. Nuk dua të bëj shumë sepse kam frikë ato të më dalin mirë. Në fakt do e bëjmë 150 gram. Nuk dua të bëj shumë. Shikojmë një herë se si do jenë këto pitet me miellin integral dhe ato dalin të shishme. Na duhet pak krip, do ta hedh tek dora. Kripën me sy, mos I bëni shumë të kripura. Tjetër, na duhen 3 deri në 4 lugë kos. Unë kam këtë kosin. Kos çfarë do lloj? Tani si do ta hapim këtë. Le të marrim një lugë për kosin. Hedhim. E trazojmë një herë miellin me kripën. Do marrim 3-4 lugë kos. 3 mjafton, sepse unë kam më pak miell. Do hedhim 2 lugë vaj ulliri, te njëjta lugë, thjesht mos të bëni pjesën e vajit. 2 lugë vaj ulliri. Dhe ujë të vakët. Kemi këtu ujë të vakët. Gjithashtu na duhet edhe pak sot buke, në mënyrë që ato mos të ngelen si qulle dhe të na dalin fiks ashtu siç duhet. Do t'i përzejmë të gjitha mirë dhe do jetë brumi tamam në formën siç është brumi për byrek, se do t'i hapim kulaçka të vogla sa të jetë tigani dhe do jenë pitet për, do të siç bëjmë krepart në atë lloj mënyre, po do të jetë brum tamam brum byreku, jo brumi holl. Kam bërë gati të gjitha gjërat që na duhen për banana bread. Kësa radhe nuk do e përgatis me miell të zakonshëm, sepse siç ju thash që në fillim, do ta bëj sa më të shëndetshme. Këtu kam 200 gram tërshër, të cilat do t'i bluajmë me mikserin. Do t'i bëjmë miell tërshërën dhe do t'i kemi gati për recetën. Derisa unë të bluaj këto, po ju tregoj edhe përbërësit e tjerë. Këtu kam copëzat e çokoladës, mund t'i hidhni sipas dëshirës, nëse doni më shumë, hidhini më shumë. Kam kanellën, pa kanellë nuk bëjmë dot asgjë tani me këto recetat e vjeshtës. Kam 2 kokra ves, kam këtu, nuk e di nëse duken, janë banane të cilat janë nxirr, sepse nuk I kam ngrënë, dhe 50 ml vaj ulliri ose vaj kokosi, unë s'kam vaj kokosi, kështu që përdora vaj ulliri. Kemi sot buke, edhe një nga këto letra 12 granshe që janë me baking powder. Fillojmë nga puna, si fillim duhet të bluajmë të gjithë tërshërën që ta bëjmë në miell.
mini muffinsat po ç'është kjo mini muffins? Muffins me bananet janë gati edhe janë ftohur plotësisht sepse u bë goxha që janë pjekur dhe kanë dalë nga fura, por unë tani më gjeta momentin që të hap kamerën në fakt, ti provojmë pak. Tani unë e kam provuar, si që shikoni një mungon këtu, i kam mbuluar edhe me këtë harova dhe imën e kësaj, që të rinë sa më të buta. Tani për shkak se ato janë bërë me miell tërshëre, nuk kanë marrë atë fryrjen siç bëhen me miellin e zakonshëm, por janë shumë të shijshme, janë të shëndetshme sepse nuk kanë fare sheqer, edhe për në mëngjes ose për mbasdite që ti konsumoni me qumësht ose me çaj, tani që është ftohur koha. Shikoni pak brenda janë plot me copsa çokolate. Do mundohem ta bëj sa më fokus, ja. Shikoni. Erdhëm në fund të ditës, unë vesha bizhamkat e mia, lava fytyrën dhe dhëmbët dhe do vendosim 2 kremrat. Unë vendos vetëm 2 kremra, këtë kremin e syve që ja u tregova herën e kaluar, edhe kremin hidratues. Nuk haroj asnjëherë që të vendos këtë kremin e syve sepse vërtet më pëlqen. Kjo është java e dytë që po e përdor dhe shikoni pak sa pak vendos këtu te gishti i unazës, edhe krijoj 3 pika, se nga kamera në fakt mezi po dalloj, por mundohem që ta bëjmë tap me gishtin tregues, me gishtin e unazës, edhe të mundohemi që ta aplikojmë tek zona poshtë syve. Nuk duhet ta tërheqim, ta bëjmë në këtë lloj mënyre, thjesht ta bëjmë në këtë lloj forme. Kështu më tregoi edhe farmacistja kur e bleva, edhe sa që kjo është mënyra e duhur, por edhe po të shihni në internet, kështu duhet. Vendos këtë kremin dhe do marrim kremin hidratues. Krem hidratues mundohem të vë me bollëk, sepse duhet që gjithë fytyra të jetë e hidratuar dhe mos më krijoj thatësira, sepse tani që vjen edhe dimri, unë duke qenë se kam lëkurën goxha të thatë, më thahet akoma dhe më shumë. Edhe pse këtu nuk bën shumë ftohtë, por pse jo mos të kujdesemi për lëkurën. Tani do përfundoj me hapin e fundit të kujdesit ndaj lëkurës, të fytyrës, edhe do shoh në Netflix, parë që kishte hedhur një vajzë në Instagram që përshihte disa kukulla më duket ishin, por me tematikën e Christmas, edhe më dukën goxha interesante. S'po e mbaj mend tani as titullin. Prisni të marr telefonin, t'ja u tregoj që ta shihni dhe ju, sepse besoj do jenë shumë të bukura edhe jam futur tamam tani në atë atmosferën e Krishtlindjeve, edhe pse këtu në Tiranë nuk kam shumë mundësi në lidhje me këtë tematik, mezi pres që të iki në Finland edhe të dekorojmë, të rregullojmë shtëpinë, të marrim gjëra të reja për Krishtlindjet, edhe gjithashtu më presin disa pako bashkëpunimesh, sidomos njëra njëherë, po ndihem shumë në faj në fakt, sepse ka 1 muaj e gjysmë që pret në shtëpinë time dhe shqyr që janë mirë kuptues bashkëpunëtorët që ma kanë çuar, edhe mezi pres që të shkoj që të merrem pak me këto videot e bashkëpunimit, sepse duhet t'i hapim, t'i tregojmë në YouTube edhe të bëjmë krijime me to. Një bashkëpunim është nga, nuk do ta them në fakt, kur të shkoj atje do ja u tregoj, një bashkëpunim është me veshje dhe një bashkëpunim është me këpucë. Të dyja porosit kanë ardhur edhe mezi pres t'i kombinojmë edhe t'ja u tregoj dhe juve në video në YouTube. Gati, arritëm e quam të gjithë kremrat, unë nuk është se vendos shumë, këto janë 2 kremrat e mi edhe SPF-ja. Tani po mbyll kamerën dhe shkojmë tek dhoma, sepse do merremi pak me veten, do shikojmë filmin, sepse me veten u mora tani dhe do shikojmë këto kukullat me Christmas. Ndihem e lodhur.
Come on!